nga pamjet që kemi marrë, pra të gjithë qarkut fjerit, kemi konstatuar në shumë qendra votimi, ku votat tona janë shpallur gabimisht pavlefshme, por edhe votat pavlefshme të Partisë Socialiste janë shpallur si votat të vlefshme. Matematika në mban lojë, edhe pse personalisht unë kam mendimin që është shumë vështirë në fakt të ndryshoj, por ne jemi, le të themi, kandidat për ta marrë mandatin. Unë nuk kam iluzione shumë të mëdha, pra jam pak me këmbë në tokë, por duke parë ecurinë që do shikojmë në hapjen e kutive, se janë 587 kuti, dhe neve na duan rreth 500 vota për të marrë mandatin, mbetet për të parë. Pra ti thua nuk e kam të sigurt që nuk e kam të sigurt, patjetër që nuk e kam të sigurt, pra me kem tokë, por matematika neve na mban lojë me ato kuti që kemi hapur dhe kemi konstatuar 1 deri në 2 vota ose në disa raste edhe më shumë vota. Nëse ti has që të janë marrë vota, po themi, i kanë shkuar një subjekti tjetër, një kandidati tjetër. Ligji e përcakton deri në 2% gabim njerëzor, po ky 2%-ci bën të mundur që mandati 12 i ikën pëses dhe na vjen neve. Ky 2%. Pra, ky 2%. Po si e vjoni ju më tej betejën tuaj? Normalisht, nëse do ketë shkelje që janë madhore, patjetër do ndjekim rrugën ligjore. Jo, më vjen keq, sepse çdo vot unë kam vot djerë sezon. Nuk e